kjo perimetër toka. Hera po njëcim... Jo, s'është hera po njëtë, mësu këtë. E shymë bagerën dhe vjen ka dalë drejtim tamin. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo po me. Për shumë vite, institucionet e vendit nuk kanë arritur të gjynjëzojnë një veprimtari që të gjithë e dinë se po ndodh, por veprimet për ta ndaluar ishin të pjesshme. Në 3 raste në minierat ilegale 3 punëtor kanë vdekur duke shndruar këtë veprimtari, në njërin prej veprimtarive më të rrezikshme për punëtorët dhe veprimtari të dëmshme për buxhetin e vendit. Qindra mijëra euro janë përfituar për vite me radhë nga nxjerrja ilegale e qymyrit në fshatrat e Vushtrisë. Sipas ligjit, të vetmit që mund të nxjerrin thëngjell nga toka e Kosovës janë kompanitë e licencuara, e që në këtë rast është vetëm Keku, por në tregun ilegal i cili për shumë vite kishte vlera milionëshe, bizneset e shtrira në fshatrat ku ka thëngjell kanë gjeneruar mijëra euro fitime, duke gërmuar token dhe nxjerr nga aty pasurinë e Kosovës. Në 3 fshatrat e Vushtrisë, në Zhilivod, Strofce, Bivolak, prokuroria ka arritur të gjyrmojë miniera ilegale të thëngjillit të cilat janë hapur aty e të cilat gjeneruan mijëra euro përfitime për kriminalet e ambientit. Në botën moderne asgjë nuk mund të ndodhë pa u vrejtur nga ajri. Këto janë pamjet e dronit të cilat dëshmojnë se sa thellë krimi ambiental ka arritur të vjedhë thëngjillin nga toka e Kosovës. Nga dronet mbi 20 miniera të thëngjillit që të gjitha ilegale konstatohen në zonën e Vushtrisë. Të gjitha janë hapur për vite me radhë, ndërsa ata që përfituan i kthyen fitimet në teknologji më të avancuar. Nga traktoret e mjetet primitive keqbërësit avancuan në eskavatore makineri të kushtueshme, e cila u përdor për të nxjerrë ilegalisht pasurinë e Kosovës. Për 3 muaj një ekip i specializuar i policisë së Kosovës që merret me krimet ambientale, saktësisht njësia e njëjtë që ka arritur të gjynjëzojnë krimin në Brezovic, e ndërtimet ilegale e krimet ambientale në shtratin e Drinit, është vënë në ndjekje të përfituesve ilegal nga nën toka e Kosovës. Minierat janë ilegale dhe ekipi i drejtuar nga Prokuroria e Mitrovicës ka zhvilluar përgjime e hetime të gjata për të dokumentuar përfshirjen e secillit individ dhe të secilës makineri në këtë veprimtari. Dronet, pajisje speciale vëzhgimi, dëshmitar dhe policë të kamufluar janë përdorur për të dokumentuar se kush janë shoferet, cilat makineri janë përdorur dhe ku strehohen makinerit që eksploatojnë ilegalisht në tokën e vendit. Hetimet 3 mujore kanë rezultuar me një plan operativ të detajuar, zona e krimit janë hartëzuar dhe caqet janë të qarta. Do arrestohen të gjitha ata që janë hasur duke vjedhur, ndërsa më e rëndësishmja pajisjet e tyre të punës të cilat kanë vlerë me qindra mijëra euro do sekuestrohen. Në krye të hetimit është vënë prokurori Muharrem Prekazi. Ai ka udhëzuar hetuesit dhe ka arritur të sigurojë urdhrat nga gjykata për të nisur operacionin e madh të konfiskimeve. Grupet që zhvillojnë këtë veprimtari vlerësohen të rrezikshëm, për të mos i lënë asgjë rastësisht, në operacion do angazhohen njësi speciale. Mirëmëngjes prokuror. Mirëmëngjes. Na dalë për zyrës, po shkojnë në teren, a mund të na tregu pak ku jena të shkuar dhe çka bëhet fjalë. Sot e kemi një aksion i cili do zhvillohet për në fshatin Zhilivod dhe Bivolak, një pjesë të fshatit Strac, ku rezulton që mbi bazën e tij të zhvilluar që aty është duke u zhvilluar një aktivitet i kundërshtim i nxjerrjes thëngjillit gjithsesi linitit, edhe nga hetimet të cilat i kemi filluar para disa muajve kemi arritur të vërtetojmë se ky aktivitet në mënyrë të madhe që ka rezultuar në një dëm të pakrahasueshëm të natyrës, ka rezultuar edhe në vdekje në ato pjesë të rreth 3 personave. Rrjedhimisht sot kemi ndërmarrë aksione me qëllim që ky aktivitet ta ndalojmë në të kohë të sekuestrojmë gjitha pajisjet dhe seancët që gjenden aty. Ato gropa janë të rrezikshme edhe për punëtorë që punojnë aty për shkak e dim nivelin e tyre që shhapen. Ato gropa janë të rrezikshme për punëtorët, për personat që të kalojnë ato pjesë, për vetë familjarët të panderës, sepse rezulton që ky aktivitet zhvillohet afër shtëpive të panderëve, rrjedhimisht paraqet një rrezik shumë të madh, në të ku
na kemë vlerësu që është e nevojshme që të veprohet sa më shpejt, pasi që ka rezultuar që deri tani i kemi rreth 3 vdekje që kanë ndodhur në ato hapësira gjithsesi në ato pjesë, si rezultat i këtij aktiviteti të kundërligjshëm të mijës së Thëngjillit. Ju keni me konë pjesë aksionit gjatë ditës? Bashkarisht me Policinë e Kosovës, në këtë rast Departamentin e Krimeve të Rana Prishtinë, kemi me zhvillu këtë aksion bashkarisht pjesën e komunës Vushtres. Sot gjatë keni punu? Janë rreth 3 muaj ditë hetime aktive përmes marrjes së videoincizimeve, gjithsesi me dron, me pajisje tjera teknike, përmes vëzhgimit dhe hetimit fshet, kemi rezultuar që kemi arritur që të vërtetojmë gjitha faktet në raport në aktivitetin e kundërligjshëm të ndotjes dhe degradimit të pjesës madhe, po them të një pjesë gjatë madhe të natyrës tonë. Tash po shkojmë i taku polis edhe po zhvillojmë për me zhvillu aksione më tutje. Yes. Au lof. Si je? A i mirë si je? Se kalu? Vazhdojmë për Miloshev, atje takuam edhe me njësi tjera të policisë të Prishtinës. Na po takuam te ura e Miloshevit, që aty e lam takuam. Peq aty të mandi... Po, se peq aty tani kyqëm doon për me dalë mrapa. Hajde përshëndes. Në hyrje të teritorit të Obiliqit, njësi speciale e hetuesit e rastit presin prokurorin dhe ekipin e vënë në krye të operacionit. Detyrat janë të qarta dhe njësit speciale nisen drejt lokacioneve. Tu jena të prit një pjesë të ekipeve tjera mbështetëse cilat do të na bashkangjitet tani çdo minutë. Pasi që ky aksion do të zhvillohet në disa lokacione, rrjedhimisht është nevojshme që të koordinohet mënyra e veprimit dhe të njëjtën kohë që kur zhvillohet aksioni të jem njëjtën kohë në cilën prej aksioneve duke filluar në mënyrë të barabartë për secilin prej vend lokacioneve ku kena zhvilluar këtë aktivitet. Në anën tjetër, kjo pjesë e ekipit që do të na bashkangjitet ka të bëjë me një rrugë tjetër që do ta marrë me qëllim që të arrijë deri te lokacioni, pasi që është një pjesë e rrugës jo mirë e rregulluar, rrjedhimisht ka nevojë për trajtim më ndryshe. Kjo është vetëm arsye se jena ndaluar dhe jena duke kryer. Pamjet e para nga operacioni tregojnë qartë gjendjen e terren. Rrugtimi i makinave të policisë përshkon zona të tëra në të cilat në ajër shihet krimi ambiental. Para policëve shfaqen minierat ilegale dhe eskavatorët të cilat janë përdorur për muaj të tërë në krimin ambiental. Zhvillohet aktiviteti i mijës në një kontrolleqme që me pas nga një ekip i cili do të vazhdojnë në atë rrugë rrjedhimisht që në tërësi të arrijmë që ta mbulojmë krejt perimetrin ku zhvillohet ky aktivitet i kundërligjshëm. Ekskavator poshtë ne i kanë lëviz. Edhe kena rezultuar që njërin për eskavatore këna në zonë të grygjës, është të mije. Në për gjitha këto pika tashmë, policia jonë është diskrepu, ka fillu që t'i evidentoj gjitha pajisit ose mjetet cilat janë përdorur në raport me zhvillimin e aktivitetit kundërligjshëm të mijës së Thëngjillit.
Kjo pjesë ku shtrihet, ose forma se si është zhvillu kjo aktivitet, kjo ka përfshi parafërsisht 3 fshatna, pra fshatin Bivolak, Zhilivod edhe Strac, si tilla në për çdo pjesë ku kanë e evidentuar se ka pas linjet gjestjes Thëngjell, me eskavator, me pajisje tjera për cilësi si traktora, kamioneta, kamiona më të mëdha, fillimisht përmes eskavatorëve janë nxjerr Thëngjilli, pasi që është nxjerr jashtë, mandej kanë fillu që e kanë përgatit një pjesë të rrugës me qëllim që të bëhet edhe pjesa e deponimit. Në anën tjetër, pasi që është deponuar, është sjell janë ardhur do thot me mjete tjera të bartjes Thëngjillit, edhe i kanë dërgu për me i shit në gjitha pjesë, do thot në për shumë komuna të Kosovës. Nga ajo çfarë kemi arrit me i siguru provat, po edhe informatat tjera, rezulton që nga kjo pjesë ku është bërë mija e Thëngjillit, shitja është bërë si në komunën e Voshtrisë, komunën e Mitrovicës, komunën e Podujevës, komunën e Prishtinës, është bërë transporti prej kësaj pjese dhe është shtrinë në gjithë Kosovën shitja e Thëngjillit. Ose shihet edhe kjo është një kamionetë e cila është përdorur për bartin e Thëngjillit, edhe kjo është sekuestru. Tashmë do të sigurohen edhe pajisjet për bartin e tyre. Gjithashtu edhe kjo kamionetë është kamionetë e përdorur për bartin e Thëngjillit. E kemi të evidentuar edhe nga masa cilat i kemi zbulu, gjithsesi i kemi zbatu. Kjo këtu pastaj e përfshin gjithë pjesën se ku është zhvillu aktiviteti. Këtë pjesën për Kodrës, pjesë tjera cili është shumë rrezikshëm, i cili është toksik, edhe po këta këshin kriju edhe pajisje tjera me qëllim që ta evitojnë këtë rrezik, ku po vendoshin edhe generator që po i vendoshin mrena pjesës grupave të krijume nga ku të rriqet Thëngjilli, edhe po e largëshin këtë gaz gjithsesi përmes një sistemit të ventilimit po e qitëshin jashtë. Kur zona është siguruar nga njësitë speciale, puna vazhdon me ekipin e hetimeve në teren. Skaj mureve të shtëpisë e skaj maleve janë fshehur makineritë që përdoreshin për krimin ambiental. Hetimi kërkon që secili të dokumentohet e bashkë me të sigurohen edhe dëshmitë që krimi po ndodhte. Po i niftoj që edhe për juve ka më procedur penalisht, na i kemi evidentuar edhe para kësaj here. Jo, hera porë. Jo, s'është hera porë. Mos u ngot. Jo, hera porë, Jo, s'është hera porë, mos u ngot. Po të tregoj. Keni më procedur atëherë penalisht, kanë më sekuestruar mjetet, edhe mandej unë e trajtoj që kam me vazhdu. Rregullina. Në tregum që me ble në dorë, nuk në dorë për me... Edhe me ble është vepër penale. Njëjtë është. Për atë së këna ditë. Jo, e keni ditë mirë. Jo se Thëngjell veç keku nxjerr.
E keni ditë mirë. Kena ditë na e ju e tonë kena ditë. Po s'keni dashur me pranu. Ajo është çështje tjetër. Edhe këto e kem të vitin tonë. E këshyrën për to. Bagjerën që to. Në gjurmimin e një rrjeti të rrezikshëm që operon ilegalisht dhe pa asnjë masë të sigurisë në punë, Prokuroria e Mitrovicës ka nisur mbylljen e minierave ilegale në zonën e Vushtrisë. Gropat e mëdha të Thëngjillit, të cilat janë në zonën e vdekjes për punëtorët, janë vëzhguar për rreth 3 muaj nga policia dhe prokuroria, për të dëshmuar se në to punohet jashtë çdo standardi e pa asnjë licencë. Prokuror, tash kena mri në vendet ku veç po shihet se ka kësi gropa që janë në thellësi. Jo vetëm kjo pjesë, edhe pjesa e poshtme, pjesa anash, mrapa, gjitha këto pjesë janë pjesë ku ka gropa, thella, cilat janë punu për një kohë gjatë, në anën tjetër janë përdorur mjete dhe teknika trona me qëllim që nxirret Thëngjilli nga ajo pjesë. Si shihet dhe thot këto është përdorur me makineri, me eskavator, me kamiona, edhe me çdo mjet tjetër tron të punës me cilin kanë arritur që për një kohë gjatë që ta shkatërrojnë këtë pjesë, gjithsesi ta degradojnë, ta dëmtojnë natyrën. Por mbi gjithashtu kanë arritur që një pasuri, e cila është pasuri shtetërore si Thëngjilli dhe Rëniti, që ta nxjerrin dhe rrjedhimisht ta shesin në gjitha pjesë tjera të Kosovës. A keni mujt në bazë hetime me pas se kur shteti ka ndërhyrë në këtë vend këtu, për shkak se dihet se këta që Thëngjilli shesin nëpër qendrat e mëdha tu përfshi Prishtinën ose qytetet që janë afër Vushtrinë, Obiliqin edhe qytete tjera. Nga prova cilat i kemi siguruar është vërtetu fakti se këtu nxjerrën Thëngjilli, po shitet parafërsisht në këtë Kosovën. Flas Podoer, Ferizaj, Prishtinë, Fush Kosovë, Graçanic, pjesën e Vushtrisë, pjesën e Mitrovicës, por edhe pjesën e veriut të Kosovës, në secilën pjesë të Kosovës shitet, gjithsesi nxirret nga këto Thëngjilli edhe shitet në Kosovë në gjitha anët e saj. Ajo që e kam arrit me zbulu është fakti se jo këtu nuk ka pas një aktivitet mirëfillt në raport me çështjen e hetimeve paraprake, gjithsesi ky aktivitet si i tillë mund të them se është zhvilluar gati si në mënyrë të lehshëm. Edhe pse kanë qenë disa raste kur janë ndërmarrë disa aksione, po jo aksione me të cilat sa i përket forma të hetimit për me zbulu mënyrën, aktivitetin, kozgjatin. Unë gjatë hetimit zhvilluar për këtë rast, edhe pse i kam zbatuar masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit, ndërto edhe videoingjizimin e vendeve publike, kemi arritë që flagrans t'i kapin duke punu. Do thotë eskavatora duke nxjerrë Thëngjell, mjetet tjera të punës duke për tërheqjen e Thëngjillit, duke për shpërndarjen e Thëngjillit në pjesë tjera të Kosovës. Por me qëllim që edhe para gjykatës të arrijmë që ta argumentojmë faktin e mënyrës se si është zhvilluar ky aktivitet, i kemi leju për një kohë të caktuar gjatë fazës hetimit me qëllim mbledhjes së provave për sigurimit të kryesve të vepra penale, që në tërësi ta evidentojmë si aktivitet kundërligjshëm, i cili siç mund ta shihet kjo është pjesë e shkatërruar edhe na normal do të kemi komunikim edhe me aktorët tjerë qeveritarë, ndërto edhe ministrit, po edhe
Komisionin për Minera dhe Minerale, për ajo çfarë është parë decizime gjithsesi nga provat e sigurume. Në anën tjetër, kur pa arrim dhe për shohim vetë, shohim se çfarë shkatërimi është bërë. Po për një prokuror që vjen vend ngjarjes edhe e shet që të hapësirë qështu, shumë të hapun. Çka do të thonë kjo të përfshi edhe rrezikun që e kanë këta njerëz që punojnë vetë, nuk e di në çfarë rreziku ballafaqohen çdo ditë. Do të thonë shembja e këtyre hapësirave e të ngjajshme. Këtu asgjë s'ka qenë, do thotë, duke u zhvilluar në mënyrë të rregullt të atletshme. Këtu nuk ka siguri, këtu ka rrezik permanent. Nga evidentimi i rasteve paraprake, sa i përket këtyre lokaliteteve, na kemi arrit me zbulu që 3 raste të vdekjeve kanë ndodhur në këto hapësira si rezultat i punimeve gjithsesi nxjerrje të fëngjillit. Edhe ky rrezik është në çdo rast kur punohet pas një mos sigurisë. Këtu punohet, do thotë, në mënyrën vetëm përdoren pajisjet. Do thotë tafta për me nxjerrë fëngjillin. Por në anën tjetër, asgjë tjetër nuk zbatohet në raport me aspektin ligjor në këtë vend. Siç shihet, ja çfarë vërime janë këtu. Mjetet punës ku pasi që e bëjnë ndarjen, bëjnë edhe tërheqjen e fëngjillit. Aty bëhet ndarja, pastaj edhe tërheqja. Këtu përdoret ekskavatori fillimisht për me kriju terrenin për me punu, se siç shihet se çfarë lartësie ka pas. Deri kur është dashur që të gryhet, me qëllim që të arrijë deri te pjesa e fëngjillit. Sheh. Bazë hetime prokurore keni pa që gjendja metet qështu, këta nuk merren me mbylljen e këtyre gropave. Absolutikisht jo. Kjo shkakton edhe probleme dhe rrezik për banorët që të jetojnë në këto zona. Na po e shohim vetëm një vrim tash. Si tu janë, më i thënë, më shumë se 10, 20, 30 vrima të tilla. Një pjesë tyre janë të mbulume me ujë, janë mbushura me ujë. As nuk di se sa është thellësia aty. Na kem tentuar që përmes dronit, përmes masave, me i siguru edhe me i arrit me i marrë këtë pamje, po dami që është shkaktu, është jashtëzakonisht i madh. Edhe riparimi i këtij damit, na përmes ekspertëve të fushës kemi tentuar që me arrit me kuptu sa mund të rikuperohet, por nga ajo çfarë shihet, këtu ka të bëjë me shkatrim. Zona e rrezikshme përpas që kontrollohet do jetë subjekti një hetimi të gjerë i cili synon të konfiskojë çdo mjet që është përdorur për të hapur minierat e rrezikshme. Pasi veç edhe kemi mbri këtu prokuror, na lejohet pak a shumë me i marrë edhe disa dhana ose me i thonë prej anës ju, sa dyshumin, sa persona dyshohet tu që kanë punu gjatë fazës të hetime. Me qenë se ky lloj aktivitetit është zhvillu në mënyrë të ndarë. Shumë tash jetë të thotë, nuk ka rrugë tjetër këtu që të shpije deri te kjo pjesë. Është vetëm puna e kondollishme e nxjerrjes së fëngjillit. Edhe do të e pas parasysh faktin se mënyrën se si është zhvillu ky aktivitet, na kemi filluar hetime ndaj NN personave. Në bazën e veprimeve në terren, do të zbulojmë edhe kryes. Po ajo që kemi arrit dhe që ka qenë kryesorja, është se i kena zbuluar në tërësi makinerinë e cila është përdorur me qëllim që zhvillohet ky aktivitet i kondollishëm. Do thotë secili prej pjesëve të makinerive e cila është përdorur, na i kemi evidentuar edhe tashmë veç kemi dhënë terhen do të sekonstruohen. Ato makineri nëse nuk janë në afërsi ty në gropa, kanë të shtëpiat e janë tashmë 2 ekskavatorë kemi siguru. Janë një pjesë të kamioneta me cilat është bërë bartja e fëngjillit. Po i pamë disa rrugës që veç i kanë nërë zyrtarët policor. Kanë qenë një pjesë, do thotë,
edhe një traktor. E kështu me radhë, se cila prej pajisjeve cila është përdor në drejtim kryes së veprës penale do të sekuestohet. Okej, po vazhdojmë, pishohëm edhe gropa tjera. Kemë edhe mundësinë me dron me i pa dhe hapësirën që na lejon pak një pamje ma të madhe shkatërimin që ju ka bë kësaj zone, për shkak të shikuesve se na peshohim edhe me sy që veç është një shkatërim i nashta me thoni i pariparueshëm. Operacioni i policisë është i befasishëm, aq është i shpejtë sa makineria zihet duke punuar ilegalisht. Një ekskavator hase duke punuar në një vend jo shumë larg shtëpisë. Gropa aty është shumë e thellë dhe rrezikshme. E shym bagerën dhe vjen ka dalë drejtim tamin. Pamjet nga dronet tregojnë se zona e parë është një vend i cili është eksploatuar ilegalisht ndër vite dhe vendi ka mbetur i hapur dhe i rrezikshëm. Jo shumë larg gropës së parë të xhiruar, janë edhe disa gropa të tjera të cilat po ashtu janë të hapura e të rrezikshme. Në një vend tjetër verjet se aty është eksploatuar ndër vite dhe her pas here, eksploatuesit ilegal kthehen aty për të nxjerrë thëngjillin, të cilin e transportojnë dhe e shesin në disa qytete të Kosovës. Në mbar zonën hetuesit kanë dokumentuar lëvizje të rrezikshme të secillit mjet. Hetuesit nga përdorimi i masave të fshehta disa mujore kishin faktuar se një ekskavator, një kamion dhe mjete tjera gjatë mbrëmjes largoheshin nga vendpunishtet dhe parkoheshin afër një shtëpie. Vendet e tjera policia po i mbante në nënvezhgim me anë të dronit dhe me njësi speciale. Në zonën e fshatin shpërndarën hetuesit policor dhe po kërkonin makineri të cilat ishin cak i hetimeve. Për të dokumentuar çdo veprim, prokurori duhet të sigurojë prova forenzike në secilën zonë. Për të siguruar se çdo gjë po mblidhet sipas rregullave, prokurori viziton zonën ku shihen gropat e hapura të thëngjillit, të cilat si të tilla janë rrezik edhe për të pandehurit që punojnë aty. Kjo është njëra nga gropat që sot policia e ka hasur një ekskavator duke punuar. Para disa qastesh ekskavatori është larguar nga hapësira këtu dhe është vendosur një pikë nal dhe po mahet në vezhgim. Atje po shpërshihen zyrtarët policorë dhe një person i cili dyshohet se ka qenë duke punu këtu. Përveç kësaj pike edhe në disa vende, policia është mbajtur edhe pikat kontrollit në afërsi të rrugëve që bien drejt hyjnë gropave të mëdha të thëngjillit, që gjenden në afërsisht 3 fshatra të Vushtrrisë.
përveç që paraqet rrezik për punëtorët që janë këtu, paraqet rrezik edhe për banorët e zonës apo fëmijët që frekuentojnë këto pjesë të këtyre hapësirave që kanë mbetur gërmadha për shumë vite me radhë. Në afërsitë e gropës së dytë të madhe, prokurori njoftohet nga hetuesi policor se makineria të cilën e kanë hetuar me masa të fshehta nuk ishte duke punuar, pasi gropa ishte mbushur me ujë. Mirë po e njëjta ishte tërhequr në oborrin e shtëpisë. Po, sa problem, atave që kanë lëviz, na i kemë siguru provat atje. Kjo është edhe një pikë tjetër e vrimave. Po prokuror, kjo është njëri prej lokacioneve sot që kemi ardhur. Këtu domethënë është zhvilluar aktivitet i jashtëligjshëm i nxjerrjes së mineralit të Thëngjillit. Përmes mjeteve trona domethënë është përdorur ekskavator, edhe pse sot nuk gjendet ekskavatori këto, është në një lokacion tjetër që është siguru, mirë po janë inqëzime të cilat të dëshmojnë që këtu ka qenë. Bazë të masave që janë zhvilluar këtu përmes inqëzimeve, është arrit të sigurohen prova që një ekskavator, në fakt 2 ekskavator kanë zhvilluar aktivitetet këto. Të njëjtit nuk janë këtu për momentin, mirë po janë gjetë në një lokacion tjetër. Thëngjilli i cili gjendet atje lart i deponuar, a është nga kjo vrimë nxjerrë apo? Po, paraprakisht për këtu domethënë është nxjerrë me ekskavator, është dërguar te një pikë grumbulluese atë. Pastaj këtu pasi që ka pas rreshje, janë detyruar që me ndal aktivitetin, edhe kanë vazhduar vetëm me transport përmes kamionetave. Për të siguruar prova dhe ndjekur procedurat, në vendin e ngjarjes thirrën inspektorët e ambientit nga Ministria e Ambientit dhe inspektorët e Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale. Një perandori ilegale e nxjerrjes së Thëngjillit e cila rrezikoi jetën e punëtorëve dhe banorëve të zonës, por edhe solli përfitime të mëdha për grupet dhe bizneset e zonës është vënë saktë prokurorisë së Mitrovicës. Hetimi i planifikuar parashihte qartë se kjo industri ilegale të goditet në pikën e saj më të fortë. Për vite me radhë nga operimi ilegal pronarët krijuan kapital dhe pajisjet e mira. Investimi në bulldozer u mundson të nxjerrin edhe më shumë thëngjill. Ky investim do sekuestrohet nga prokuroria. Jo, veç merrni evidentoni kem 3 pjesë të vrimave. 1, 2, 3. Cilat si tilla veç më nau evidentu në raport me çështjen tash është thënë vendim i Gjykatës Supreme duhet trajtuar çështja në raport me rrethonat, degradimin, ndotjen, nivelin, a mund përmirësohet si i tillë, çfarë lloj dëmi është shkaktuar, vlerat e këtë çto neve na vijnë edhe mandej na e trajtojmë pjesën tjetër. Edhe në aspektin minerar janë kolik këta prej... Po, në pe komisionë, e përshkujtëm gjendin e terenit, kemë bërë një raport terenit me koordinata, makineri spat prezent, të rasti parë. Po. Tashim të rasti dytë këtu pushinë dhe vella primitive, nuk ka ekskavator. Jo, ka ekskavator, që Ekskavatori ka qenë, po e kemi tërhiq. e kem tërhiq. Si do që t'jetë, unë të marrë gjendin reale momentale të terenit, e bëjnë një raport terenit edhe... Të gjendin reale e kim bashkë me ekskavator. Na e kem tërhiq ekskavatorin se ka qenë të punu. Dhe në gjarës ka qenë ekskavator. Kem pas raste kur policia në kanë qua emrin e personit edhe bëjnë një raport detale e vjen edhe ai. Me foto të terenit me gjitha. Me emën me gjitha i kem të evidentuar në këtë rast. Këto janë 3 vrima. Kjo vrima duket se është vrima më e madhja. Është e punu me gjatë. Kjo, çikaq. Po jo veç to, janë edhe 20-30 janë tjera që kanë vazhdu tutje. Shto operime janë që 20 vite, se unë kom qenë në qëtë lokacione, po sa ndërmon të shka konkrete dhe me tash. Mirë është një projekt ose i nivellit komunës ose qendror, me rehabilitu zonën, sa do të bëha ta e ndarmen të shohë. Se ka koste me rehabilitu tash, se 20 vite apo nuk ta. Më do këtë tash unë pak ma serioze rasti, se na kem raporte mjetit lokacion edhe ma herët. Na e kem trajtu këto në seriozitetin më të lartë, tu kam më sekuestru këtë pajisit, edhe kam ndalu dhe nëse është e nevojshme, jo veç së radhë, po dhe çdo herë tjetër, kena me ardhë, a me u vazhdu puna nuk kam e pas mundësi, jo përderi sa të punojmë na. Nalja punës është vetë konfistikimi i mjetëve, sa i s'ka me shka operan.
Në deri tash s'ka pas konfiskim. Tash nëse fillohet me konfiskim mjeti i punës, eskavatori. Kështu që unë do t'ja qej raportin detar veç ta marrë gjendjen. Në rregull Inat, përshëndes. Unë të marr. Faleminderit, ju përshëndes. Hajde kalofshimit. Hetimin e krimit e ambientit kërkon edhe llogari nga personat fizik. Ata që zihen në zonë do arrestohen dhe do dërgohen për procedura në hetësi. Hetuesit dhe zyrtarët e tjerë policor po grumbullonin makineritë dhe po i bënin gati për t'i sekuestruar të gjitha, që kanë arritur të faktojnë se kanë qenë duke punuar në atë zonë. Prokurori nga fshatrat e Vushtrisë kthehet në zyrë për t'i kompletuar dokumentacionet dhe për të paraqitur para gjykatës provat se të dyshuarit janë fajtorë dhe se të njëjtit kanë nxjerrë thëngjell në zonën e Vushtrisë. Lidhur me këtë rast, unë fillimisht gjatë në rastit tjetër cilin e kam hetu dhe kam trajtu lidhur me cilin rast dhe kam ngrit akt akuzë, kam pranuar informata mbi bazën e cilave ka rezultuar se si tillë ky aktivitet nuk është aktivitet i rastësishëm, gjithsesi nuk është aktivitet i cili është zhvilluar vetëm një herë, por kam vërtetuar fakte se në raport dhe lidhur me këtë aktivitet kundërligjshëm të mijës së thëngjillit, ka rezultuar se si tillë është duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme për një kohë të gjatë kohore. Pra janë një pjesë fshatit përreth fshatit Zhilivot, Bivolak edhe fshatit Strac, cilat si tillë këtë aktivitet e zhvillojnë, mund të them që nga pas lufta. Pra, rezulton që ata bëjnë mijën e thëngjillit me mjetet dhe makineri trona, për çka dhe me vetë iniciativë, si koordinatori këtyre vepra penale në raport me mbrojtjen e ambientit, kam autorizuar policinë e Kosovës, në këtë rast departamentin e krimit trona në Prishtinë, me qëllim që të mbledhen informacione të tjera shtesë në raport dhe me vërtetimin e fakteve sa përket zhvillimit të këtij aktiviteti të kundërligjshëm penal. Pastaj mbi bazën e raportit pranuar nga ana e policisë Kosovës, menjëherë kam ndërmarrë edhe veprime të tjera në raport me fillimin e hetimeve, të njëjtën kohë edhe me zbatimin e masave të veçanta hetimore, mbi bazën e cilave edhe kam vërtetuar në mënyrë të plotë, se në rastin konkret, ky aktivitet zhvillohet në mënyrë, mund të them, të eksploatimit të parezervë edhe të shkatërimit të tërësishëm dhe degradimit të ambientit dhe natyrës, për dhe hapësira përreth, për çka dhe ka rezultuar që në rastin konkret, si rezultati këtij aktiviteti kemi edhe 3 vdekje që kanë rezultuar më përpara, pasi që si tillë ky aktivitet u zhvilluar në tërësi pa kushte në raport me çështjen e sigurisë, sa i përket edhe personat që kanë punuar, po edhe persona të cilët i kanë frekuentuar këto hapësira përreth. E pam, mund të them, një shkatrim total të ambientit, e pam se çfarë lloj degradimi ka ndodhur aty, në njëjtën kohë e pam se çfarë rreziku është duke u kanos, jo vetëm në raport me çështjen e qytetarëve, por në raport vetë jetën e personave që punojnë në këto ambiente që janë të rrezikshme, pasi që edhe mija në këtë formë e thëngjillit paraqet rrezik për shkak të toksinave që lëshohen me rastin e mijës saj. Pra unë mund të them që është dashur që të kemi një hetim të tillë. Unë menjëherë pas pranimit të raportit nga ana e policisë, përveç që kam filluar hetimet, theksova se kam vendosur që të lëshoj edhe masat e veçanta hetimore, me qëllim që të grumbullohen provat mbi bazën e cilave do të eliminohet çdo pengesë, por të njëjtën kohë do të eliminohet edhe çdo pretendim se si i tillë ky aktivitet zhvillohet një herë. Por na kemi vërtetuar se si i tillë ky aktivitet është duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe me përmbasa shumë të mëdha. A keni mbërri me pas hetime kush janë pronarët e toka, qysh janë dhënë ato tek këta persona të cilët veç janë dyshuar? Pasi që kanë filluar hetimet, një ndër objektivat të cilat e kam pas edhe me rastin e zhvillimit të hetimeve, ka qenë edhe çështja në raport me evidentimin e pronarëve të parcelave, për çka dhe kam dhënë autorizim për policinë e Kosovës që nga ana e
Agjencisë Kadastrale të Kosovës të nxirren gjitha certifikatat pronësore të pronave në të cilat është duke zhvilluar ky aktivitet i kundërligjshëm penal. Ku në bashkëpunim me policinë, të njëjtë kohë edhe në koordinim me Agjencinë Kadastrale kam pranuar gjitha certifikatat pronësore dhe kam evidentuar gjithë pronarët e pronave, të cilat është duke zhvilluar aktiviteti i mijës së Thëngjillit. Por këtu është një pengesë tjetër. Është pengesë fakti se nga edhe rasti paraprak që e theksova se kam pas, mbi bazën e cilat mandej unë kam vepruar me qëllim që ta parandaloj për të kohë edhe ta stopoj si aktivitet të tillë, unë kam vërtetuar faktin se disa pronarë japin me qira pronat e tyre te këta persona dhe si kompenzim pranojnë ose thëngjill ose pranojnë mjete gjithsesi monetare, por nuk kanë kontrata formale të lidhura, por thjesht arrin një marrëveshje gojore mbi bazën e cilës pronari përfiton nga mjetet monetare të cilat i pranon pagesa mujore, në anën tjetër aty në atë pronë zhvillohet ky aktivitet ku gërmohet ju e pat përmi 30-40 metra thellësi, rrezik permanent, në anën tjetër është një formë e veprimit me cilën degradohet në tërësi ambienti, është një formë e veprimit ku një pasuri natyrale shtetërore gërmohet, por të njëjtën kohë mënyra se si funksionon është po e zëm si me qujt në mënyrë të lehtëshme, pasi që aty gërmohet, grumbullohet, thahet, formsohet në format kubzave, edhe mandej shitet në tërë Kosovën. Pa është e lehtëshme me u shit, na e shohim në për tregjet ndryshme që shitet Thëngjillit. Absolutikisht kjo formë e veprimtarisë është e kundërligjshme, është formë e cilën edhe rezultojnë elementet e veprës penale të tregtisë të ndaluar, pasi që mija e Thëngjillit, po edhe shitja e saj është e ndaluar me ligj, rrjedhimisht përbën edhe elementet e veprës penale. Gjatë kësaj faze sa keni kryer hetime, a keni mujt me vrejt se ku po shitet ky Thëngjill? Po, na e kem përpos aspektet të hetimit në vendin se ku është bërë gërmimi, na kem trajtuar edhe çështën se ku është bërë pastaj distribuimi i Thëngjillit. Ku e kem vërtetuar se si tillë ky Thëngjill shitet në Vushtre, shitet në Mitrovic, shitet në Podujev, shitet në Prishtinë, shitet në Fushkosovë, shitet në tregjet në ditë caktuar ku rezultojnë se mohen tregjet në për qytete, në anën tjetër janë edhe lokacione ku në mënyrë aktive çdo ditë vendosen këto kamioneta, cilët edhe i pat se i kem sekuestruar në vendin e ngjarjes, cilat përdoren për transportimin e Thëngjillit, edhe bëhet shitja e tyre në për gjithë Kosovën. Çfarë provash keni me faktu se i pam reagimet e tyne që ata thanë që na nuk kena punu, ose jena për herë të parë këtu, që është ndodhë zakonisht, a keni mri me siguru prova që me faktu se që ata eskavatorë cilët edhe nuk kenë vend ngjarjes kanë punu dje ose ditëve ma heret? Po, unë si prokuror për një të kohë edhe mbi bazën një koordinimit të shkëlqyshëm me policinë, përveç që i kemi evidentuar për të parën herë se kur e kanë zhvilluar këtë aktivitet, që nuk ka qenë e para herë kur ata e kanë zhvilluar, por ne kur e kemi evidentuar, na e kemi leju që me vazhdu. Pra i kemi mund të them për mbi 7 apo 8 herë raste në cilat ne përmes masave të sheta të vëzhgimit dhe hetimit, gjithsesi masave të veçanta hetimore, ndërtohet edhe videoincizimi në vende publike, ku zhvillohet ky aktivitet ku shihen eskavatorët, shihen kamionetat, shihen edhe kamion më të mëdha që bëjnë fillimisht mijën e Thëngjillit, pastaj transportimin e tyre, pastaj vendosin e tyre nëpër me qujt si hangar, në cilat vendoset tharja, prerja, coptimi, gjithsesi formësimi në format kubzave, edhe mandej shpërndarja tyre. Mas jeni edhe koordinator për mbrojtjen e ambientit, po du me të pyet, a ka mundësi që ai vend me u kthy në gjendjen që ka qenë? Unë në komunikim të cilin e kam pas edhe me Policinë e Kosovës, Departamentin e Krimeve të Rënda, gjithsesi shtetues që merren me këtë aktivitet me hetimin e këtyre rasteve të vepra penale, kam pas një diskutim të atill që kam trajtuar edhe këtë çështje, se sa mund të bëhet rehabilitimi i damave të shkaktuara, ku në komunikim të cilin e kam pas edhe me Ministrinë Përkatëse, në njëjtën kohë edhe me Komisionin për Minera dhe Minerale,
është, mund të them, gati pa mundshme që të bëhet rikuperimi i asaj pjese i dama që është shkaktuar. Jo e pat, aty ka vrima që shkojnë 30-40 metra. Nuk flasim për një vrim, flasim për 20-30 apo më shumë vrima, nga të cilat si tilla është bërë degradim i plot i asaj pjese. Jo vetëm i atyre pjesëve që e pom na, janë edhe pjesë më lartë, janë edhe pjesë mrapa asaj pjesës skodrinës. Ka ndodhur kjo punë për shkak se kanë mungu sekuestrimet? Po dihet njëna ndër format kryesore në raport me çështjen e parandalimit, po edhe ndërprerjes së aktivitetet të tilla të kundërligjshme është edhe sekuestrimi i mjeteve me cilat zhvillohet ky aktivitet. Unë me njerë nga ana gjykatës, sepse tani më dëlqej urdhat e përkohshëm ndalimit në raport me çështjen e sekuestrimit të mjeteve, cilat kemë rezultuar se i kemi evidentuar në vend ngjarjes. Në njëjtën kohë, jo vetëm ato mjete, na i kemi të evidentuar edhe disa mjete tjera, cilat ju e pa që nuk janë adet në vendin e ngjarjes, por që si tilla na do të veprojmë dhe do t'i gjejmë edhe ato mjete, edhe ato do të sekuestrohen, sepse i kemi të evidentuar, pasi që ju e dini format e sekuestrimit janë veprime finale pas ndërmarrjes gjitha veprimave hetimore. Pra në rastin konkret çështja e sekuestrimit ka qenë ajo kurora e veprimeve hetimore, me cilat na kem tentuar që të sigurohet që ky aktivitet të parandalohet dhe mos zhvillohet më. Unë si koordinator i këtyre veprave penale kam edhe përgjegjësi, për të kohë kam marrë edhe obligim që nëse është e nevojshme, çdo 2 të ditë do të dërgohet një njësi që të vëzhgojë se apo zhvillohet ky aktivitet prapë. Pra na nuk kena me ndal, na nuk kena me leju që aktivitet mos i tillë mu zhvillu në qytetet tona. Sa persona janë arrestuar që ka është sekuestruar sot prej makinerisë? Fillimisht janë arrestuar 6 persona, pasi që siç e pata në vend ngjarjes njëri prej personave i cili ka qenë në kamionet me person tjetër, ai ka arritur që të ikë, që të largohet, pasi që ka kërcyer nga kamioneta dhe është larguar. Pastaj ai person është vetë dorëzuar, mandej kem rezultuar në evidentimin e një personi tjetër. Pra fillimisht e kem pas 6, pastaj kem arritur që të evidentojmë edhe 2, pra 8 persona. Prej tyre 3 persona janë persona të cilët e kanë zhvilluar aktivitetin, pra janë persona të cilët kanë bërë mirën, por janë edhe kontraktues persona të tjerë të cilët ju kanë ndihmuar këtyre persona që me realizu këto. Sepse ju e pat aty është përdorur edhe makineri për vetëm pjesën e parë të hekjes së zhavorit deri në rezultimin e pjesës së thëngjillit, mandej ka ardhur makineria tjetër e cila është përdorur si më e përshtatshme, por edhe makineri më e rëndë për me bërë prerjen e thëngjillit. Shikues të nderuar, kemi ndjekur pamjet nga aksioni i shtetit kundër eksploatuesve ilegal të thëngjillit në zonën e Vushtrisë. Pamjet e minjerave të thëngjillit të mbetur të hapura janë shokuese dhe rehabilitimi e kthimi i gjendjes në normalitet kërkon shumë punë e shumë vite. Organet e rendit premtojnë se do kthehen përsëri në zonë nëse fillojnë eksploatimet ilegale. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.